Të dashur shqiptar, mu desh ta ndërpres mësimin tani, t'i nxjerr nxënësit për jashta dhe të regjistroj këtë film madhështor që bëra një zbulim krejt të papritur, është zbuluar në Akaja, në provincën e Akajas, gjatë pushtimit romak, disa pllaka prej drurit të gdhendura me fjalët Pirus dhe Peiros. Pranë tyre është shkruar në greqisht përkthimi dardh. Fjala Pirus do thot dardh gjithashtu në latinisht, por më e bukur është fjala por më e bukur është fjala Peiros. Ky variant Peiros dhe Pirus, që të dyja janë variante helene të fjalës latine Pirus, dardh, janë të përkthyera dardh në greqisht, dhe që të dyja, Pirus dhe Peiros, përkojnë me fjalët e fisëve ilire, Pirustae dhe Peirostae. O Zot. Emrat e këtyre fisëve ilire janë gjetur në veprën e Tit Livit, janë gjetur në veprën e Strabonit, janë gjetur në veprën e Ptolemeut. Dhe ja shikoni vetë, sepse do mbeteni pa mend. Ja këtu para syve tuaj është fisi i lirë Pirustae, që përkon me latinishten Pirus, të gjetur në Akaja, në greqisht, në pllaka prej druri, nga vetë grekët. Po ashtu emri i lirë Peirostai në shumës, e gjetur tek Straboni, libri 7, faqja 314. Po ashtu kjo gjendet në variantin helenisht, Peirus, dardha. Pra Pirustët të dy variantet janë gjetur tek vepra e Tit Livit, është gjetur tek Straboni, libri 7, faqja 314, është gjetur tek Ptolomeu, libri 2, kapitulli 17, fragmenti 8, dhe thuhet që këta ndihmuan romakët për të mposhtur Gentiusin, pra u bën me romakët, tradhtuan Gentin. Emri i tyre është përkthim në latinisht të fjalës dardha, dardanos, do thot dardanët. Këta dardanët të dashur shqiptar të regjistruar në Akaja. E pabesueshme. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Straboni i quajnë gjithashtu banor të Panonias, ku është Hungaria e sotme. Kaq e madhe ishte Dardania, pra përfshinte Serbinë dhe të gjithë Panonin, dhe shkrimet dardane janë gjetur në Akaja, në pllaka prej druri, siç e shikoni vetë. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, Dardanos nuk do thot i pist me njolla të pista, vjen nga fjala dardhë, ky është zbulim epokal, i papërsëritshëm. Të dashur shqiptar, ky është zbulimi më i bukur që kam bërë në jetën time, e kam bërë gjatë pushimit në mësim, i lëshova nxënësit më herët, të gjithë u habitëm se vëre një gjë të tillë, po kuptohet, gëzimi im ishte shumë i madh. Tani këtë zbulim e bëra mbasi pash filmin e një gazetari të njohur shqiptar, i cili gjithashtu mendon që fjala Pirustae vjen nga fjala dardh. Por unë gjeta provat. Nuk e besoja, por janë gjetur provat në Akaja, të shkruara në pllaka prej druri, emri dardh. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.